Dy ditët e fundit të vitit 2025 kanë qenë të pazakonta për kalatën e portit detar të Vlorës. Më 30 dhe 31 dhjetor asnjë tragjet i linjës Vlorë-Brindisi nuk ka ankoruar në këtë port, duke shënuar një ndërprerje të plotë të lëvizjes detare në një nga periudhat tradicionalisht më të ngarkuara të vitit. Data 29 dhjetor ka qenë dita e fundit ku është regjistruar fluks udhëtarësh dhe lëvizje tragjetesh nga dhe drejt Italisë. Sipas burimeve zyrtare nga autoritetet portuale, anulimi i udhëtimeve për 2 ditët e fundit të vitit është justifikuar me mungesën e kërkesës nga udhëtarët. Kompania e tragjeteve nuk ka realizuar itinerarin e zakonshëm, duke argumentuar se numri i rezervimeve nuk ka qenë i mjaftueshëm për të garantuar nisje të planifikuara. Ky fakt ka ngritur pikpyetje dhe ka nxjerrë në pa disa problematika. Një nga faktorët kryesorë që vëret është ndryshimi i sjelljes së emigrantëve shqiptar, të cilët prej vitesh përbënin fluksi më të madh gjatë festave të fundvitit. Ndryshe nga e kaluara, gjithnjë më pak emigrant po zgjedhin të kthehen në atë dhe për të kaluar festat pra familjeve të tyre, ose po preferojnë rrugë alternative udhëtimi. Ky fenomen lidhet si me kushtet ekonomike ashtu dhe me lehtësimin e lëvizjes ajrore, e cila po shihet si më shpejt dhe më komode. Nga ana tjetër nuk përjashtohet as ndikimi i cilësisë së shërbimit të ofruar nga kompania udhëtimi detar. Udhëtar të shumt kanë shprehur edhe së fundi pakënaqësi për kushtet në tragjete, oraret, shërbimet dhe çmimet, çka mund t'i ketë shtyrë ata të zgjedhin porte të tjera. Në këtë kontekst, porti i Durrësit mbetet alternativa kryesore detare, ndërsa aeroporti i Rinasit po fiton gjithnjë më shumë terren si pika kryesore e hyrje-daljeve në vend. Kjo situatë nuk duhet parë si një rastësi e izoluar, por si një sinjal paralajmërues. Porti i Vlorës është një nga portet më të rëndësishme të Shqipërisë, i dyti për nga rëndësia pas atij të Durrësit dhe ka një pozicion strategjik si për transportin e pasagjerëve, ashtu dhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të jugut të vendit. Për këtë arsye kërkohet një ndërhyrje e menjëhershme për të përmirësuar shërbimet dhe rritur aktivitetin e këtij porti. Vetëm në këtë mënyrë porti të Vlorës mund t'i kthetë dinjitetin dhe rolin që i takon në hartën e transportit detar shqiptar, duke shmangur boshatisjen dhe humbjen e besimit nga udhëtarët në të ardhmen.